Pini një lugë vaj ulliri në ditë dhe i thoni lam të mirë këtyre problemeve shëndetësore. Një lugë çaj vaj ulliri çdo mëngjes zgjon shëndetin e organizmit, i dhuron trupit energji ndërsa forcon imunitetin dhe sigurisht edhe mirëqenien e tij. Shtimi i vajit të ullirit në përditshmërinë e recetave tuaja sipas ekspertëve të Healthline është një nga përzgjedhjet më të mira për të nisur ditën. Është padyshim një nga përbërësit më të mirë të natyrës. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. I pasur me vlera të larta kuruese, vaji i ullirit mbetet mbreti i kuzhinës së shijshme dhe organizmit të fortë. Ai mund të shtohet pa diskutim në të gjitha gatimet tuaja, por krahas kësaj vlerat që çliron vaji i ullirit në gatim janë mirëbërëse për të gjithë organizmin. Sipas studimeve të publikuara së fundmi, konsumi një lugë vaj ulliri eshëll në mëngjes ofron benefite të rëndësishme për organizmin, i cili mund të përfitojë gjatë gjithë ditës nga të mirat e tij. Studime të shumta kanë treguar se njerëzit të cilët e konsumojnë rregullisht vajin e ullirit në dietat e tyre ditore kanë përfitimet më të mëdha ushqyese në dobi të vlerave të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Vaji i ullirit është cilësuar si një mbrojtës shumë i mirë i shëndetit të zemrës krahasuar me personat të cilët nuk e konsumojnë atë. Vaji i ullirit është një përmirësues shumë i mirë i shëndetit të zemrës kundër tensionit të lartë të gjakut, atakut kardiak dhe niveleve të kolesterolit të lartë në gjak. Shtimi i vajit të ullirit në vaktet tuaja ditore do të jetë një mundësi shumë e mirë organizmit për të përfituar prej vlerave të tij dhe për të evituar gjithashtu komplikacionet. Një lugë gjedhe vaj ulliri çdo ditë i shtuar në dietën tuaj do të ofrojë këto përfitime: 120 kalori, 14 gram yndyrë dhe as pak kolesterol. Rreth 77% e yndyrës së vajit të ullirit është mono e pangopur dhe 9% është poli e pangopur, ndërsa 14% është vaj i ngopur me prejardhje nga perimet. Vaji i ullirit përmban gjithashtu antioksidantë të rëndësishëm dhe beta-karoten, çka do të nxisin edhe një përmirësim më të mirë të shëndetit. Shtimi i vajit të ullirit në vaktet tuaja ditore do të luajë edhe një rol mjaft të mirë në nxitjen më të mirë të elementeve të yndyrnave omega 3 dhe vitaminës C. Gjithashtu ai përmban përbërës fenolik si trisoli dhe idotrisoli. Por çfarë e bën vajin e ullirit kaq të mirë krahasuar me vajrat e tjerë? Vaji i ullirit lidhet edhe me numrin e ulët të humbjes së jetës nga sëmundjet kardiovaskulare në vendet që e konsumojnë krahasuar me ato që nuk e përdorin. Ato kanë arritur në përfundimin se vaji i ullirit ul aktivitetin e P21-ras, një onkogjeni i cili parandalon dëmtimin e ADN-s. Shtimi i vajit të ullirit në dietën tuaj ditore mund të jetë një mbrojtje shumë e mirë e organizmit kundër këtyre komplikacioneve. Studimet kanë treguar se, ndryshe nga vaji i irmisrit i cili rrit agresivitetin e problemeve, vaji i ullirit kishte efekte krejt të kundërta, duke pasur ndikime të rëndësishme në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Shtimi i vajit të ullirit në vaktet tuaja do të luajë një rol të mirë parandalues kundër këtyre komplikacioneve. Një nga përbërësit e vajit të ullirit është edhe oleo kantar, një lloj fenoli që është natyral dhe mendohet se nxjerr jashtë organizmit qelizat abnormale të Alzheimerit në tru. Për të mbështetur këtë informacion, studiuesit kanë shpjeguar se sëmundjet e Alzheimerit janë më të vogla në vendet e mesdheut, ku konsumi i vajit të ullirit është më i larti në botë. Shtimi i vajit të ullirit në përditshmërinë e dietave tuaja do të jetë një mundësi shumë e çmuar e organizmit në betejën kundër komplikacioneve. Organizmi do të jetë më i fuqishëm dhe më energjik. Të mirat e vajit të ullirit në aparatin tuaj tretës janë zbuluar fillimisht pas studimeve që janë bërë në lidhje me ushqyerjen dhe radikalet e lira. Studimet të shumta kanë treguar se ndjekja e një diete të ulët edhe me yndyrna të tilla mund të përmirësojë shëndetin tuaj të aparatit tretës, përfshirë këtu edhe shëndetin e stomakut, të zorrës e të tjera. Kjo më së shumti atribuohet
edhe polifenoleve të vajit të ullirit dhe antioksidantëve të tij, të cilët kanë veti të mira antiinflamatore. Vaji i ullirit është i pasur me acidin oleik dhe xilistol. Ato ndihmojnë gjithashtu edhe në shmangjen e problemeve të pankreatitit akut, që është një nga inflamacionet të menjëhershme të pankreasit. Shtimi i vajit të ullirit në vaktet tuaja ditore do të jetë një mburojë shumë e mirë e shëndetit tuaj në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Ndaj, nisja e ditës me një lugë vaj ulliri është veprimi juaj ideal për të përmirësuar organizmin, për ta fuqizuar atë dhe për t'i dhënë më shumë energji gjatë gjithë ditës. Ekspertët e Healthline e cilësojnë vajin e ullirit si një prej përzgjedhjeve më të mira ushqyese në botë. Siguroni që vajin e ullirit që shtoni në dietën tuaj ta keni ekstra të pastër, kjo për të marrë përfitimet e tij unike dhe gjithashtu edhe për të evituar ndikimet negative në organizëm. Vaji i ullirit është përdorur prej një sër kohësh edhe për qëllime mjekësore. Ulëntimet e mëparshme kanë treguar se ai mund të zvogëlojë riskun e zhvillimeve të problemeve të zorës së trashë, sëmundjeve të mëlçisë, inflamacioneve kronike, astma, diabeti, kolesterol dhe probleme të ndryshme. Konsumi i përditshëm i vajit të ullirit mund të përmirësojë shëndetin tuaj, sidomos nëse konsumohet edhe me stomakun bosh, që do të luajë një rol të mirë parandalues për një sër komplikacionesh dhe mbi të gjitha do të ndikojë pozitivisht edhe në pamjen tuaj të jashtme. Shtimi i vajit të ullirit në vaktet tuaja ditore është gjëja më e mirë që mund t'i ofroni trupit tuaj, si një ndihmë fantastike kundër komplikacioneve. Sipas Healthline, vaji i ullirit i shtuar në dietën tuaj do të përmirësojë gjithashtu edhe shëndetin tuaj tretës, do të mbajë larg problemet që shkakton kapsllëku. Vaji do të stimulojë punën e enzimave tretëse që funksionojnë për sistemin tuaj tretës, duke mbajtur larg komplikacionet e saj. Nëse keni shpesh probleme të kapsllëkut në mëngjes me stomakun bosh, mund të konsumoni një lugë gjelle të përzier me një lugë çaj lëng limoni dhe këtë pije ta keni pjesë të rutinave tuaja ditore. Në fund, rezultatet që do të merrni do të jenë vërtet fantastike në lehtësimin e problemeve tuaja të zorës së trashë. Vaji i ullirit funksionon më mirë në sistemin tuaj tretës. Vaji stimulon edhe prodhimin e lipazave e enzima të tilla të cilat rregullojnë sistemin tretës. Marrja e vajit të ullirit me stomakun bosh ose para vaktit mund të parandalojë edhe fryrjet. Ndaj, shtimi i vajit të ullirit në dietat tuaja do të jetë gjëja më e çmuar që mund t'i ofroni shëndetit edhe kundër ngërçeve të stomakut. Vaji i ullirit është një përzgjedhje shumë e mirë në parandalimin e problemeve të niveleve të larta të kolesterolit. Studime të shumta kanë treguar se konsumi i përditshëm i vajit të ullirit në dietat tuaja mund të ulë riskun e sëmundjeve të zemrës dhe ato të kolesterolit. Është veçanërisht shumë efektiv për njerëzit të cilët kanë edhe probleme të tilla që në mëngjes. Lehtësoni simptomat e problemeve kronike. Nëse vuani nga artriti, sigurohuni të merrni vajin e ullirit në dietën tuaj ditore. Sigurisht i kombinuar si duhet në vaktet tuaja mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për të nxitur shëndetin e mirë dhe për të evituar gjithashtu komplikacionet e tij. Ekspertët thonë se vaji i ullirit është një produkt fantastik për të nisur ditën dhe si i tillë duhet të konsumohet me kujdes në përditshmërinë e recetave tuaja. Vaji i ullirit do ju ndihmojë të humbisni peshën e tepër trupore në mënyrë më të kontrolluar. Vaji i ullirit është një nga elementët ushqyes më të rëndësishëm të dietës suaj, i cili është i pasur me acide yndyrore omega 3, të cilat pengojnë gjithashtu edhe problemet e yndyrnave në trup. Shtimi i vajit të ullirit në vaktet tuaja ditore do të jetë një mënyrë shumë e mirë për të nxitur organizmin dhe për të evituar komplikacionet e tij. Sigurisht, vaji i ullirit i kombinuar si duhet në vaktet tuaja ditore do të jetë gjëja më e çmuar që mund t'i ofroni organizmit. Ndaj, konsumojeni në mënyrë të rregull dhe brenda rekomandimeve të duhura për të marrë përfitimet në mbrojtjen e shëndetit. Vëmendje, ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj
ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.